Nderuara gra, në emër të komunës Grabian dhe në emrin tim personal si kryetari i komunës Grabian, ju përshëndes të gjithave. Të nderuara zonja dhe zonjusha, nëna dhe motra, kjo është një ditë e shënuar për ju, por komuna Grabian mendoi që këtë ditë të shënuar për gratë ta organizohej në një nga lokalet e Grabianit, me qëllim që ju të gjithë së bashku të harroni atë monotoninë e ditës në shtëpitë tuaja dhe të bashkoheni bashkë në një fest që mbasën fshat janë shumë të rralla. Edhe një herë në emër të komunës Grabian, ju përshëndes të gjithave të kaloni gëzuar dhe në familjet tuaja. Amar gandız ne be, kokun doy per da palge.
për neve gratë e fshatit Grabian dhe për dhuratin që unë morë përshëndes të gjitha gratë gëzuar festën e 8 marsit. Dhe shumë urit e pasi, të cilën e arritur shpijuare. Atëherë ju jeni fituesja e dytë. Kryetari i komunës sot ka organizuar një ceremoni festive me rastin e festës së 8 marsit. Si ndjeni si fituese e këtij çmimit dhe një urim për të gjitha gratë dhe nonat sot. Bani qetësi se po merreni Me rastin e organizimit të festës që ka organizuar komuna këtu në fshatin ton Grabian, unë si nen, si vjerë, si gjyshe, ndihem shumë e gëzuar për festën dashu që një ditë të vetme në vit ne t'i harrojmë të gjitha streset. Dhe të mblidhemi të gjitha gratë, të festojmë dhe ne një ditë tonën, se shumë pak janë ato gratë që i festojnë, që i kanë të gjitha të drejtat si burrat. Shumë pak janë ato gratë, të tjerat janë të gjitha të sënduara nga burrat. Dhe unë i uroj të gjitha gravet një jetë të lumtur dhe një qetësi bashkë shortore me bashortin e saj, me fëmijët, me nuse, se unë jam vjerë vetë, edhe prandaj them dhe me nusen, se nusja është vajzë në shtëpi, për atë që e mendon, për atë që se mendon mund t'jetë çdo do, dhe ndihem shumë e gëzuar. Dhe falenderoj kryetarin e komunës, Artin, që ne Ardian Shurdaqin, që ne organizoi këtë festë dhe ne të festojmë si të gjitha gratë e Shqipërisë, që festojnë. Ka kënaqur shumë nëna, siç e shikon, edhe gratë e Grabianit kanë organizuar dhe po festojnë këtë festë. Ju uroj gjithë grave dhe nënave shqiptare, thua festën e 8 marsit, ja kaloj sa më bukur, sa më gëzuar. Urojmë dhe kryetarin e komunës tonë. Atëherë gëzuar fillimisht 8 marsin, festën e gruas, që keni ju për të ruar për këtë festë? Unë në ratë të parë falenderoj kryetarin e komunës që organizoi këtë festë për femrat, për gratë, sepse kishin nevojë për një festë të tillë fjalë, e nevojshme e mirë që këto të ketë organizime të tilla shpesh herë, sepse femrat kanë nevojë për këtë gjë, sepse janë shumë të mbyllura në atë ambientin e tyre me fjalë, shumë të mbyllura katër faqeve të munit. E do më pëlqente më tepër mi fjalë që të kishte organizime më tepër se sa kaq më tepër. Po shumë bukur edhe sot. Uroj gjitha femrave gëzuar 8 marsin, veçanërisht nenës time, që e dua shumë, edhe gjithë 8 mars për gjitha nenat, motrat, ku ndodhen në gjithë Shqipërinë, gëzuar 8 marsin, që na ka festuar këtë ditë këtu në fshatin e Grabianit, Art Shurdaqi, gëzuar 8 marsin për gjithë gratë shqiptare. Sot u si u duk organizim i bërë nga ana e komunës? Shumë mirë. Jani të kënaqur? Po, shumë të kënaqur. Unë ju gëzuar 8 mars. Gëzuar gjitha nënat shqiptare kudo që ndodhen në Shqipëri dhe në gjithë botën.